Kjo është kërkesat e mia, të cilët jam drejtuar gjykatës apelit gjatë shërtimit që u realizuan në 2 seanca. Siç e shikoni, gjykata shkallës parë nuk ka sjellë ndosje dokumentacionin e plotë që është dhënë gjatë shërtimit gjyqësor. Së dyti, materialet janë me shumë gabime materiale dhe nuk referohen dokumentacion origjinale që disponon secila palë. Kjo ndollohet qartë në regjistrimet audiovizive që janë kryer gjatë sallës gjyqit. Bazuar në këto fakte, gjyqtari Petri Çomo është vënë përballë përgjegjësisë ligjore, ku në thelb ishte korrigjimi i gabimit material që kishte kryer dhe problemi është trajtuar në gjykatën e shkallës parë lartë, gjykatën kushtetuese, avokati popullit dhe ILTP. Veprimet gjyqtarit Petri Çomo janë vërtet të ënda dhe mund të ndikojnë drejt për drejt në vendimarrje. Këto ishin për sa i përket gjyqtarit. Për sa i përket problemi kryesor me ndërmarrjen Tirana Parking janë plotësimi me dokumentacion plot dhe 2 sidit të cilat nuk përputhen. Vihet gjithashtu ndukje dhe dokumentet e falsifikuara nga zoti Robert Korte. Këto dokumenta janë kallëzuar në institucionet përgjegjëse pra me gjithë të problematik, gjykata e apelit guxoi të mos vepronte dhe të lente vendimin pa ndryshuar. Kjo është drejtësia në Shqipëri dhe është mu shmenja top që këto prokuror gjyqtar nuk lexojnë as edhe një dokument dhe nuk bëjnë as një verifikim të mundshëm. Kjo është fenomen jo vetëm që ka ndodhur te mu, po ndodh shumë rëndom, sepse këto gjyqtar prokuror nuk i kontrollon as një. Të bëjnë kokrën e qefit, si ti doj qefi, vetë firmosin, vetë volosin,